Egli u mashtrua nga Gjesti, producenti i njohur shpërthen, më vjen keq për të, është vetëm një viktimë. Romanca midis Gjestit dhe Eglit vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes së publikut. Pyetja është më shpesh te fansat e tyre se ç'po ndodh me ta jashtë shtëpisë së Big Brother VIP tani që finalja mbaroi. E pikërisht kjo marrëdhënie është diskutuar edhe sot në panelin e të ftuarve, teksa u fol më shumë rreth jetës jashtë Big Brotherit. I ftuar ishte producenti i njohur Eduard Deda, i cili u shpreh se i vjen tepër keq për Eglin, pasi sipas tij ajo është mashtruar vetë nga kjo marrëdhënie. Producenti shtoi se ish finalistja e shtëpisë më të famshme në Shqipëri është afeksionuar pas fituesit të Big Brother dhe është bërë viktimë ndjesive të veta, teksa bëri një argumentim tepër të qartë. Mua më vjen shumë keq për këtë vajzë e cila realisht është mashtruar në këtë marrëdhënie. Ajo i ka dhënë fitoren dhe gjedh vëmendjen e mundshme këtij djali. U kujdes për këtë djalë maksimalisht, tregoi që vërtet e donte. Mendoj që ajo vajza është afeksionuar mbas atij djali, por është viktimë e ndjenjes së vet, tha Deda, i cili shtoi gjithashtu se Gjesti ka përdorur dhe ka flakur sa herë ka dashur, teksa dha edhe disa argumente. Gjesti në momentin që Egli doli ra ndjeshëm, as nuk po bënte asgjë në shtëpi dhe i mungonte tërheqja emocionale dhe lodra që ishte në këtë rast Egli. Pasi u rifut, ai menjëherë ju afrua dhe nëse keni vënë re, ajo ka qenë në qendër të lojës së tij, pasi e ka përdorur dhe ka hedhur sa herë deshi. Edhe drejt finales bëri edhe dasëm, të cilën e kërkoi po vetë ai produksionit, vetëm për të marrë vëmendjen e publikut, dhe një ditë para finales i dha fund lidhjes duke u shprehur Eglit me fjalë nga më të rënda. Më vjen realisht shumë keq për Eglin, përfundoi ai, teksa dyshja, edhe pse nuk dihet se si është marrëdhënia e tyre, janë parë edhe në koncertin e fundit së bashku. Nuk dihet se ç'kan vendosur, teksa Gjesti tani do jetë më i pranishëm në Tiranë pas nënshkrimit me Top Channel për menaxhimin 1 vjeçar nga ata.